Mirë, i themi po flasim për figurën e Nanës, po natyrisht edhe për rolin e tij në histori. Sigurisht në rolin e tij në historinë e të majtës shqiptare, cilën ai e mori dhe e transformoi një pjesë saj brenda 24 orëve apo jo Luan, por padyshim gjithë procesi i hapjes dhe demokratizimit të majtës shqiptare hecën paralelisht me procesin e hapjes dhe demokratizimit të shoqërisë shqiptare, edhe kjo duhet thënë. Fatosi e shpëtoi të majtën shqiptare. Dhe me të majtën shqiptare krijoi një standard politik, qeverisës, që për fat keq nuk e mbritën dot të tjerët. Fatos Nano kishte edhe, është një nga meritat e tij, gjatë gjithë kohës Fatos Nano qeverisi me parti. Ç'dua të them. Petro e di shumë mirë, forumet e partisë ishin përcaktuese për programet politike, për ekipet qeverise, nuk kalonte emër në kuvend për të bërë ministër apo në funksionet e larta pa u diskutuar më parë në kryesinë e partisë. Pa u ballafaquar në kryesinë e partisë, përse Petro dhe jo Luani. Pra megjithëse Nano e kishte pushtetin ta bënte emërimin vet. Nano e kishte pushtetin, por Nano pëlqente pushtetin me parti. Qeverisi me parti, nuk qeverisi me klane Nano. Dhe as me klube. Dhe kjo është një merit e veçante ti, sepse i dha partisë autoritetin, sepse ai kishte bindje, një parti e demokratizuar, një parti e hapur, një parti civile, ku debati kthehet në institucion, do ta çojë këtë vlerë dhe në qeverisjen e vendit. Një parti e mbyllur, një parti që nuk funksionon, një parti pa frymëmarrje, nuk mund të ketë të njëjtën hapësirë në qeverisje, nuk mund të çojë të njëjtën vlerë në qeverisje. Kështu që nga kjo pikpamje, roli i tij është padyshim i jashtëzakonshëm në këtë aspekt, dhe vitek ajo që tha Iliri, që ai shihte shumë më larg, nuk shihte në raportin që Luani dhe Petro janë miqtë e Fatosit, tash unë kam pushtetin për të kënaqur miqtë e mi. Pushteti ishte përgjegjësi që vinte për shkak të asaj që bënte partia. Po të them një shembull për ta kuptuar me që do ta lidhësh me kohën. Në kohën që ishim ne në udhëheqjen e partisë, Fatosi kryetar, unë dhe Petro kemi qenë sekretar, Edi Rama ishte kryetari i Bashkisë Tiranës. Një kryetar sui generis për formatin me cilin përfaqësoi partia në pushtet, për shkak të natyrës Edi Ramës. Por kjo nuk e pengonte partinë e Tiranës të kishte autoritetin e vet. Musa Ulqini ishte kryetari i Partisë Socialiste të Tiranës, por kishte zërin e vet. Rama ju e dini shumë mirë, në 2003-shin u detyrua, pra e detyroi Nano, ja imponoi Nano indirekt të shkonte të antarsoi te Meta, te Kismet Meta. Nisi po te Musaj, se Musaj po duat të them me këtë. Çdo veprim vendimar në Këshillin Bashkiak të Tiranës shkonte pasi formulohej, debatohej, piqej më parë në strukturën e Partisë Socialiste të Tiranës, dhe kjo sa e mbështeste, aq edhe e imunizonte, e mbronte partinë nga kontaminimi i veseve të pushtetit, por dhe pushtetin nga veset e veta. Sot nuk e di kush është kryetari i Partisë Socialiste të Tiranës. Dhe kështu ndodhet edhe në shumë struktura. Në shumë struktura tjetër. Nuk ishte në edukatën e Partisë Socialiste ajo që ndodh sot, për shembull që ministri thotë, unë mësova në sallën e KDK-s që do jem ministër. Petro e di, Fatos Nano ka ardhur me emra në projektin e vet, në kryesinë e partisë që janë rrëzuar. Për shkak të Petros, për shembull, një rast konkret për të mos hyrë në emra, ose për shembull në një mbledhje të Komitetit Përgjithshëm Drejtues në 2005, kur ne do publikoj lista e kandidatëve për deputet për 2005-2009, kryesia shkonte me një projekt dhe është quar Taulant Deda në sallën e KPD-s, pse nuk është emrim, sa ishte deputet më përpara Elbasanit. Pse nuk është emrim? Sepse kështu ka menduar kryesia e partisë, Fatosi. Po jo, tha se unë jam deputet i Elbasanit dhe gjykimin për mua duhet ta bëj Komiteti Drejtues i Elbasanit. Shkojmë thënë Komitetin Drejtues të Elbasanit, të votohemi atje, unë dhe emrat të tjera alternativ, këtë votoi Komiteti Drejtues i Elbasanit, ai shkoi kandidat për deputet. Dhe u bë kështu. Edhe Taulanti fitoi. Dhe Taulanti u spostua nga lista emri që kishte vendosur kryesia. Për avokati i popullit e mban më. Ose për avokatin e popullit. Kryesia çoi në grupin parlamentar një emër, se s'ka rëndësi ta përmendim tani. Disa deputet, kryesisht nga Kavaja, Durrësi, i ndjes pas të Jut Tabaku, ka qenë një propozues,
sollën një emër tjetër, u bë votimi, fitoi ai dhe u bë avokat popullit. Po, është zoti Ermir Dobiani, Ermir Dobiani, që me thënë vërtetën, mendojën është deri tani ndoshta avokati më i mirë i popullit që kemi patur. Apo jo Kulla? Partia aktivizonte për shkak të pushtetit që kishte dhënë dhe frymës që kishte kryer Fatosi, disa mekanizma të vetëmbrojtjes në raport me procedurën, me rregullin, me etikën. Po kishte edhe rol tjetër partia. Mund kujtohet Kongresi 2003-shit, ku Petro kandidoi për sekretar të përgjithshëm përballë Gramozit dhe nuk fitoi. Dhe Fatosi për ta kompensuar i propozoi Petro si do shkosh ta ministru kulturë. I ka thënë se shkoj ministru kulturë, unë bëra luftë për të nejtë e partia, se ne partin duam të kemi të rëndësishme. Pra, kjo tregon sa rëndësishme ishte partia në kohën e Nanës. Po, tash imagjino ti thush dikujt që s'do ikësh ministër se do shkosh te partia. Nuk ndodh kur. Martin, jo, që të bëjmë një përmbledhje lidhur me ato që tha Luani. Domethënë, Fatosi, unë e kam thënë edhe kështu atë ditë, ishte kampioni i lirive politike. Dhe ndërkohë ishte kampion i demokracisë institucionale. Se duket nga njerë si kur janë gjëra që nuk shkojnë me njëra tjetër. Në fakt shkojnë me njëra tjetër,